Gomonia me drogë i braktisur të shtunë në mesditë në ishullin e Sezanit dyshohet se mund të ketë ardhur nga Italia me qëllim për të trafikuar lëndë narkotike. Kjo është pista që po ndjek policia e Vlorës pas verifikimeve të kryera mbi mjetin lundrues, mbi të cilin ishin ngarkuar 900 kg shash. Gomonia sipas të dhënave të deritanishme nuk figuron e regjistruar në Shqipëri, po ashtu as motorët e saj të fuqishëm. Policia po bashkëpunon me partnerët italianë në përpjekje për të zbuluar vendin ku ai është regjistruar. Hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që ajo të jetë vjedhur në Itali nga trafikantë shqiptar dhe të jetë ngarkuar me shash në Vlorë për t'u transportuar drejt brigjeve të vendit fqinj. Arsyet se pse ajo u braktis në det janë të paqarta. 2 motorët e fuqishëm u gjetën të shkëputur nga gomonia dhe hetuesit dyshojnë se ky mund të jetë një prej shkaqeve. Sipas tyre, pas defektit që mund të ketë ardhur si pasojë dallgëve të fuqishme, trafikantët kanë mundur të largohen me ndihmën e një mjeti tjetër lundrues. Policia është vënë në kërkim të tyre, por deri më tani nuk ka arritur të gjejë gjumë që t'i çojnë drejt identifikimit. Gomonia është transportuar me vështirësi në radhim si pasojë e detit të trazuar.